Mirë, si që thamë që në hyrjet e emisioni që sot do ndaleshim tek rënja e flokëve, mendoj që është një problem shëndetësor në masë, sidomos gjatë viteve të fundit. Nga ju çfarë ne kërkojmë në internet, në Google, në ChatGPT, dalin disa faktorë që çojnë në rënjën e flokëve. Probleme të brendshme shëndetësore si probleme gjakut, siç është anemia, mungesa hekurit, mungesa zinkut, mungesa vitaminës B6, mungesa vitaminës B12, por nganjëherë mund t'i kemi gjithë këto parametra në nivelet e duhura, por mos harrojmë që është faktori genetik ai i cili ka një ndikim të drejtë për drejtë, edhe pse nuk duam, mund të na çojë në rënje të flokëve. Por do dalemi pikërisht te ky turizëm që shumë shtete vitet e fundit e kanë kthyer në turizëm estetik, turizëm mjekësor, siç është edhe rasti i Turqisë. Shqipëria nuk është mbrapa, fatmirësisht edhe kur i bien burrave shqiptar flokët, tani është një formë se si ti mbjelli. Me ne në studio Gerald Buda, mjek i certifikuar në fushën e kirurgjisë së transplantit flokut, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. Kënaqësi që jemi së bashku. Dhe Perëndia do të llogarisë disa të mira, sepse un jam një nga ata burra që po përjeton këtë rënjën e flokëve. Çfarë ndodh? Përse na bien flokët? Dhe nisim bisedën nga këtu. Atëherë, rënja e flokëve është një temë e gjerë. Nëse do e bënim këtë pyetje rreth 10-15 vite përpara, ku dhe jeta nuk është në dinamizmin e sotëm, stresi, lëndët kozmetike, shampot, bojrat e flokut që përdoren më shumë kryesisht në higjieninë femërore që i kanë në pjesën e tyre më me frekuencë, në muaj, një në 2 muaj dhe me radhë. Pra, po të mos flisnin për këtë stil jetese, atë shkakun kryesor do jepnin pjesës genetike. Përveç pjesës së smundjeve, aksidenteve, traumave, djegëve që mund të lindin nga fatkeqësitë e ndryshme. Pjesa genetike, meshkujt, fatkeqësisht ne jemi më të goditurit nga rënja e flokëve. Ajo vjen për 2 arsye. E para, kemi rënjen fiziologjike të flokëve, që shprehet me pjesën e humbjes së dëndësisë, në pjesën ballore të zonës frontale, pra në pjesën e përparme të kokës. Kjo nuk është një defekt. Ky detenti është një fenotip, është një veçori e gjinisë tonë mashkullore, ashtu siç është shtrati muskuloz, zëri, le të themi tiparet mashkullore dhe me kalimin e moshës to bën akoma më evidente. Ajo që është, le të themi, defekt është humbja e dëndësisë së flokut në zonën e kurorës, që fillon si një humbje cirkulare që vazhdon në formë rrethore derisa formon atë rrethin e famshëm që duket tek pjesa e meshkullit në pjesën e prapme. Paka shumë pjesën e rënjes së flokut ne ballkanasit e kemi më si veçori, nuk është se ka lidhje me pjesën e terrenit apo pozicionin gjeografik, por kështu e kemi si tipar. Është faktori genetik, është... Faktori genetik është ai kryesor i cili shprehet me një, po të hym mjekësisë pak më shumë, është me një inhibim të një proteine të veçantë që bën të mundur stimulimin e rënjës së flokut. Në momentin kur kjo nuk ndodh, atëherë rënja jonë e flokut qëndron në lëkurë dhe nuk e ka të potencialin biokimik për të rritur dhe për të dalë në sipërfaqe. Kjo është pjesa genetike. Pjesa tjetër që është më e rëndësishme pastaj është duhet kuptuar pse bie flokut duke marrë shkas nga smundje. Pjesa e flokut është si pjesa e një toke dhe një peme. Ndonjëherë kur nuk lind një bim, po them unë, problemi mund të qëndrojë ose te bima ose te pjesa e tokës. Pra problemi lind në 2 shkaqe, ose te pjesa e flokëve, ose te pjesa e lëkurës. Duhen të jenë të dyja sinkron me njëra tjetrën dhe kur flas lëkurë bie fjala për skalpin, për lëkurën në cilën është vendosur pjesa e flokut. Duhet të jenë të dyja sinkron të shëndetshme që të kemi mundësi që të kemi edhe flok të shëndetshëm. Sëmundjet që lidhen me flokut e para lidhen me pjesën e sëmundjeve primare, që pjesën e defektit është në pjesën e flokut, ose te rënja ose te aksi. Mund të jetë trikodhistrofia, siç është osteodistrofia për pjesën e kockave, ku kockat, le të themi me fjalë më thjeshta, shkërmoqen dhe bëhen shumë të lehta për të bërë fraktura. Është dhe trikodhistrofia, ku nëse marrim një fije floku dhe vendosim në laborator, ajo mund të thyet si një shkop ose si një kockë. Trikotilomania është shregullim psikiatrik për shumë pacientë të cilët kanë, le të themi, një deluzion apo një veçori të veçantë që kanë një zakon për heqjen e fijeve të flokut nga trupi për shumë arsye në rrafshin psikiatrik. Dermatitis seboroik apo zbokthi famshëm që ne kemi që e shikojmë të gjithë i pranishëm. Në cilën moshë duhet të shqetësohen? Atë rënja e flokut tek meshkujt nis në moshën 25 plus minus 2-3 vite dhe vazhdon deri në moshën 45 plus minus 2-3 vite. Dhe nëse duhet bëj një mbjellje, ku duhet të ndodhë nëse rënja ka nisur? Po themi 25. Atëherë, unë si Geri do rekomandoja që të paktën ky pacient
ta lërë rënjën e flokut që të vazhdojnë në masën mbi 70-80% që të ndodhi. Pra, pas të 35-ave ose duke u afruar të 40-ave, sepse në qoftë se aplikohet në moshë të re, atëherë shansi për të humbur flokët që nuk janë transplantuar është e madhe dhe do jetë nevoja për të bërë një seancë të dytë pastaj. Pra ti nuk ja rekomandon një 25 vjeçari që të bëjë një mbjellje? Teorikisht, nga ana mjekësore mund të realizohet, mund të dalin në rezultat, nuk ka asnjë problemi, por ideja është që në qoftë se ke një predispozicion genetik, atëherë do të lindi nevoja që ta bësh edhe një seancë tjetër, një herë, dy herë, tre herë, domethënë varet deri në çfarë grade dhe çfarë agresiviteti është pjesa e rënjes së flokut. Gerald, sërëm pak të mitin që dëgjojmë her pas here, në qoftë se jetë ullac, i ke ngjarë babait. Sa vërtet është kjo? Pra, në qoftë se ndalim të faktori genetik dhe të analizojmë si funksionon. Atëherë, është e vërtet. Është një kombinim genetik që shprehet e para me ngjyrën e syve, me shtatlartësinë, me pjesën e ngjyrës së lëkurës, pra me shumë tipare dhe një nga këto është dhe pjesa e flokut. Unë nuk do i quaja më shumë pjesën që është babaj, xhaxhaja apo daja. Unë do e theksoja më shumë çfarë duhet kemi ne parasysh që të mos ekspozojmë flokun tonë ndaj agjentëve të ndryshëm shkaktar. Sepse ajo që është genetike, nuk e ndryshojmë dot. Më thënë çfarë shkruhet në gene, çfarë përcaktojnë tiparet tona, ne nuk e ndryshojmë dot. Stresi, pjesa e ushqyerjes, pjesa e përdorimit të shampove specifike, nuk po them të shpenzojmë shumë lekë për shampot, për ato më të shtrenjta, por ideja është që të paktën të kuptojmë pjesën e flokut dhe lëkurës tonë. Nëse kemi një skalp apo një pjesë floku që kemi të ndryshme, duhet të përdorim shampo që janë për këtë veçori. Nëse është pjesë e një dermatitis seboroik apo pjesën e zboktë, duhet të përdorim shampo që janë për këtë pjesë kategori floku. Larja flokut ditë për ditë është e kundërindikuar. Pra nuk duhet i lajmë flokut? Nuk duhet i lajmë ditë për ditë, sepse duke bërë pjesën e larjes, ditë për ditë, atëherë neve i heqim ato, le të themi, pjesën e mburojës së lëkurës, pjesën e mburojës së flokut, edhe pse është pak e pranishme ajo pjesa e yndyrës, apo ajo pjesa e dermatitis, si thua, është ajo uniforma normale që qëndron në pjesën tonë të lëkurës, plus edhe rënja e flokut, le të themi, dobësohet më shumë nga pjesa e larjes çdo ditë. Flokut rekomandohen të lahen një herë në 2 ditë apo një herë në 3 ditë. Normalisht në stinën e verës është pak më shpesh duke qenë se edhe pjesa e temperaturave dhe gjithë gjërat e tjera, por të mundohemi të mundohemi që të respektojmë të paktën këto. Çfarë ndodh me ata djemë të cilët e kanë rënjen e flokëve, por në formën e pullave, pra jo në të gjithë? Batrave. Alopecia areata quhet. Alopecia areata është një humbje e zonës së flokut, kryesisht ka trajekt cirkular, pra në formë sferike, në formë rrethore dhe që është në zonat të caktuara të trupit. Nuk është vetëm alopecia areata, ka shumë dhe sëmundje të tjera që shprehen me humbjen e rënjes së flokut në zonat të ndryshme të trupit. Lidhet me 2 shkaqe, ose me një dëmtim të mikroqarkullimit indor të pjesës së nën lëkurës, pra prishet me fjalë më thjeshta qarkullimi i gjakut në atë zonë, nuk ka ushqim me gjak, nuk ka ushqim me hemoglobin që transporton oksigjenin dhe kështu me radhë, pra nuk ka një ushqim të mirë të flokut, ose është pastaj karakteristike sëmundjes primare të flokut, siç janë sëmundjet që referova më sipër. Ka indikacion dermatologjik, e para duhet trajtuar pjesa e lëkurës. Injeksionet e kenakortit janë ato të cilat bëjnë të mundur me javë të ndryshme dhe me skem të caktuar trajtimi, dhe në rast se nuk e gjejmë ose gjejmë një rezultat të pakët pas stimulimit të mikroqarkullimit, atëherë zgjidhja e fundit është pjesa e transplantit. Mirë, Gerald, sepse folëm pak më herët për larjen dhe shpeshtësinë, se sa herë do t'i lajmë flokët, para çfarë ne kemi të rëndësishme. Por mendoj për të dy gjinit, si me shkujt si femnat, sa herë duhen tharë flokët dhe çfarë i bën tharë se flokëve këtyre të fundit? Nuk është se bën në, le të themi, në një dëm të madh, apo le të themi për sa kohë neve jemi duke përdorur jo me fuqinë maksimale apo jo në lartësinë e caktuar. Nuk është problemi, le të themi, pjesa e larjes apo pjesa, unë atë që e kam më shumë me merak dhe që sugjeroj i gjithë ose dhe miqve ku më pyesin është pjesa e shampove. Shampët sot janë kthyer në një komercializëm ku mund t'i gjejmë, le të themi, në çfarëdo lloj qendër të ndryshme blerjesh produkteve, dhe janë ato që neve dashur pa dashur na dëmtojnë më shumë.
Pra nuk është vetëm pjesa e shpeshtësisë, larjes së flokut, por dhe pjesa e shampove, duke kuptuar mirë, ritheksoj dhe njerë pjesën e natyrës së skalpit ton, pjesën e fijeve të flokut, karakteristikave që kemi gjithsecili, e kupton më mirë çfarë shampoje ose çfarë produkti të duhet dhe të nevojitet ty. Sot ekzistojnë shumë produkte të ndryshme, duke llogaritur që nga vajrat e ndryshëm, gjelrat, kombinimet e ndryshme që mund të përbëhen midis lëndëve kozmetike që i kemi në përdorim dhe na sugjerohen për pjesën e rënies së flokut. Nuk është se ka një ilaç wow që bën magjin, sepse nëse do kishte një ilaç vërtet që do kishte këtë efekt, atëherë nuk do ishte nevoja e transplantit. Nuk do ishte nevoja e mbjelljes së flokut. A ka raste që dështon mbjellja e flokëve? Po. Në cilat raste? Dështon sepse nuk spulohet pjesa e sëmundjes trikologjike. Pra nëse unë si Ngeri do shkoj të bëj, do drejtojmë një klinikë ose në një qendër për të bërë pjesën e transplantit të flokut, gjëja e parë e rëndësishme duhet të bërë një trikoskopi ose një trikokamera, siç thonë italianët. Është një le të themi në natyrën e dermatoskopit, por nuk është për pjesën dermatologjike të lëkurës, është për pjesën, nuk e di nëse në pamje do e kemi në televizor, është shërben për pjesën e evidentimit dhe pamjes le të themi në dimensione më të afërta të fijës së flokut, të rënjes së flokut. Me këtë kuptojmë nëse floku jon ka një sëmundje që lidhet me pjesën e aksit, nëse ka le të themi një çrregullim që vihet rënë me pjesën e diametrit, nëse rënjet e flokut nuk janë aty ku duhet. Nëse ne gjejmë shkakun, atëherë për të zgjidhur problemin është më e thjeshtë. Ndonjëherë nuk është nevoja fare e transplantit duke gjetur shkakun. Mjafton duke trajtuar pjesën e sëmundjes primare trikologjike, ti mund të zgjidhësh dhe rënien e flokut pa që nevoja fare për të bërë. Ka raste kur e ngatrojmë alopecinë androgenetike me anemi, me mungesë hekuri, mungesë zinku, mungesë vitamine B6, 12, dhe në simptoma sigurisht manifestohet si rënje flokësh, por nuk është alopeci, është mungesë e këtyre elementeve. Çfarë bëhet në kështu rastesh? Atëherë, siç thash, pjesa e sëmundjeve primare është ose sëmundjet e skalpit ose të pjesës së flokut. Pjesa sekondare lidhet me sëmundjet të cilat janë sistemike në trup dhe si shkaktar sekondar kanë dhe rënien e flokut. Pjesa e anemisë, ku me anemi kuptojmë uljen e nivelit e hemoglobinës në gjakun ton, në pacientë të cilët kanë një numër të vogël ose ulje të numrit të eritrociteve, acidit folik, vitaminës B12, të cilët janë shkaktarë të anemisë, mund të themi që ajo që ndihet dhe që ndikohet dhe nga kjo rënje është dhe pjesa e fijeve të flokut, pra pjesa e flokut ton. Duke bërë analiza një gjak komplet, një bilans biokimik, duke kontrolluar pjesën e hormoneve të tiroides, sepse ato ndikojnë te pjesa e rënies së flokut, kemi një panoramë më të gjerë që edhe nëse rënja e flokut është genetike dhe mbi vendoset dhe një anemi, të paktën duke trajtuar anemin, nuk e lejojmë që ritmet e rënjes të jenë ngadalsojnë. Ka gjasa që nëse kurojmë anemin dhe problemet shëndetësore të kurueshme, se me genetikën nuk bëjmë dot kompromis, flokët të ridalin, apo dëmi është bërë dhe është permanent? Jo, dëmi nuk është permanent, sepse dëmi permanent është vetëm në rastet e le të themi aksidenteve, traumave, përveç pjesës genetike. Në rastin e trajtimit i anemie, flokut del dhe madje del më fort, është më i dendur, është më rezistent, kupton? Është njësoj si dhe me pjesën e thonjve. Një pacient anemik ka dhe pjesën e thonjve më të zbet, atë lëkurën, kolorimin që nuk e ka normal, domethënë është një efekt sistemik që nuk është vetëm te flokët, por dhe në të gjithë trupin. Okej, do shohim disa raste konkrete tani. Aktorë të njohur, personazhe të rëndësishëm nga gjithë bota që mund ta kemë bërë këtë zgjidhje dhe ndryshimi që ka në pamjen e tyre. Ti shohim së bashku, edhe Geraldi na tregon se çfarë ka ndodhur, a dallohet qartë ky ndryshim në pamjen e tyre. Se besoj ti shquan qartë kush i ka mbjell flokut edhe kush jo, por ne duhet pak kohë ndonjëherë. Regjia na ndihmon të shohim imazhet dhe e nisim me Antonio Conte. Kur ka luajt Conte, kur ka qenë futbollist, unë normalisht madje s'kisha lindur ende ose kam qenë i vogël, paktën nga fotot. Në Itali, transplanti i Contes, i trajnerit, në fakt bëri buj, sepse ka qenë në fillim të viteve 2000, me Antonio Conte ka pas një humbje të pjesës së flokut, kryesisht në pjesën qendrore dhe shumë pak në pjesën e përparme, pavarësisht se në foton e parë nuk vërehet shumë tamam. Bëri buj sepse transplanti në Itali ishte akoma një tabu, po themi në atë kohë.
Turqia kishte filluar revolucionarizimin e saj edhe nga aty morën hovë shumë personazhe apo shumë vipa të tjerë të cilët filluan të aplikonin. Me thënë drejtën ka një rezultat tepër të madh, sidomos te pjesa e hairline-it, dhe unë mendoj që edhe pse kanë kaluar mbi 20 apo 25 vite nga transplanti i flokut që mund të ketë bërë ai. Është shumë i suksesshëm. Është dhe mirëmbajtja mendoj unë. Sepse ajo duke respektuar këshilla, duke qëndruar korrekt në pjesën e ushqimit dhe gjithë gjërat e tjera, floku i transplantuar i jep një garanci. Favori i tij është sepse në personat që kryejnë aktivitet sportiv, trupi e përballon më mirë çfarëdo lloj pjese ndërhyrje apo ndryshimi që bën, sepse nuk kanë qenë persona që kanë abuzuar me alkoolin, me cigaren, që të kenë këto deficite të tjera. Kjo vlen edhe për mbjelljen. Po. Shkojmë tek një tjetër foto, një tjetër personazh. Një personazh tjetër që e ka transformuar dukjen fal një transplanti flokësh. John Travolta. Kemi John Travolta. Kjo është tipike, ky është një mega sukses në mua. Po është vërtet mega sukses. Po ku ja morën flokët? Atëherë, flokët merren gjithmonë në zonën dhuruse. Që zona dhuruse është zona oksipitale e kokës ose zona brapa. Praktikisht ka 3 zona që janë kandidate për zonë dhuruse. Është pjesa e mbrapme e kokës, pjesa poshtë e mjekrës dhe pjesa e kraharorit. Pjesa e kraharorit nuk para preferohet shumë sepse edhe aplikimi i anestezisë aty është pak me rrezik. Në këtë rast, po ta shikosh pjesën e hairline-it, është tepër natyrale. Nuk është se është mbyllur e gjithë dritarja e ballit. Hairline i ri i cili zhvillohet kryet nga një gisht apo një gisht e gjysmë sipër nivelit maksimal të rrudhave të ballit, aty ku dhe muskujt frontal, pra muskujt e përparmë të kokës e bëjnë atë tolerimin. Nuk preferohet asnjëherë të bëhet implantimi drejt, po ta shikosh është si zigzag, një pak më sipër, një pak më poshtë, pjesa e që ngjajë më natyrale. Që të ngjajë më natyrale dhe i jep iden më shumë me dëmtësi. Kur implantohen në mënyrë zigzag dhe vendosen si në formë, le të themi, peskëndshme me njëra tjetër, nuk vendosen vetëm rreshkjo për të dhënë idenë e dëndësisë. Pra, është një rast suksesi pa diskutim ky i John Travolta. Ikim tek një tjetër. Shkojmë tek një foto sepse kam një pyetje shumë ngacmuese. Kemi një foto të fundit, mos zgaboj. Rivaldo. Çfarë mund të themi? Atëherë, është një rënje tipike mashkullore, që është ajo që thash, ajo e fenotipit ton mashkullor. Po ta shikosh, zona dhuruse është zona e pasme. Ajo që duhet të di pacienti, që nuk e përmendëm dhe përmendim tani, është se aty ku ne marrim flok, pra aty ku ne marrim pjesën e bulbit të flokut, nuk mbin më. Kështu që marrja duhet të jetë shumë e kujdesshme, duhet bërë nga profesionist, sepse nëse merret në mënyrë shumë të dëndër dhe shumë afër njëra me tjetrën, atëherë është risku pasaj që të lëm zona bosh, zona të bardha dhe më thënë duke munduar të korrigjojmë situatën e dëmtojmë akoma më shumë. Pjesë e rezultatit pasaj varet dhe nga një veçori tjetër. Floku jon ose grafti, që quhet nga ana histologjike, përbëhet nga folikujt të ndryshëm. Folikujt janë rrënjët e flokëve tonë. Nuk është e thënë që nga një aks ose më saktë nga një graft mund të dali vetëm një fije floku, mund të dali 2, 3, 4 ose presë. Pra në një transplant me 3.000-3.500 grafte, po them, nuk është se do dalin 3.000 apo 3.500 fije floku tipike. Mund të jenë më shumë sepse varet nga numri folikujve që ata ndodhin. Mirë. Ato pyetjen ngacmuese. Ato pyetjen ngacmuese, sepse kam parë intervista në vend dhe jashtë, mjek, koleg që çfarë nuk kanë thënë. Cila është apo mund të jetë zona më e çuditshme që mund të merren folikulat për bërë transplantin e flokut? Teorikisht, të gjitha zonat e trupit që përmbajnë qime janë ato të cilat janë kandidate për pjesën e flokëve. Pra, praktikisht, ti në qoftë se dëshiron mund t'i marrësh nga çfarëdo lloj zone e trupit. Por ato që janë më garant për rezultat dhe ku diametri, aksi dhe natyra e rrënjës së flokut i parafrohet atyre të pjesës së flokëve që janë në pjesën e kokës, është pjesa e, siç thash edhe një herë, pjesa e mbrapme. Po, ajo është klasike, po çfarë ndodh në rastet kur një mashkull nuk ka flok aty? Është e vështirë. Unë domethënë në gjithë pacientët që është, le të themi, një zonë dhuruse jo e shëndetshme, ti premton rezultat, por nuk premton shumë. Le të themi një përmirësim me 20-30%. Sepse në botën e kirurgjisë plastike ka një mit të veçantë, ose thënë me fjalë më të ndryshme. Transplanti flokut është mbase e vetmja kirurgji në mjekësi që nuk ka indikacion mjekësor. Pra, nuk është se po nuk e bëre rrezikohet jetë apo vdekje si operacioni kirurgjisë përgjithshme, kardiokirurgjisë e të tjera me radhë. Pra, duke qenë se ka një indikacion vetëm estetik,
përfitimet janë vetëm estetike dhe përfshirë në rrafshin psikoemocional. Sa më shumë ti përmirëson rezultatin, sa më shumë ti përmirëson situatën, aq më shumë pacienti kërkon perfeksionin mbrapa. Pra një pacient që ka një humbje me 70-80% të gjithë sasisë flokut dhe ti, le të themi, ke një rezultat që arrin diku te 40-50% dhe ngelet pjesa tjetër, dhe themi që është sukses, nuk është se nuk është një sukses. Geraldi, e politikisht korrekt, tani të riformuloj pyetjen edhe një herë. Merren flok në zona intime për të bërë mbjelljen e flokëve? Teorikisht po. Jam sheto në pyetje. Teorikisht po, ka klinika në Turqi, dhe ato që janë si, le të themi, më të famshmet, apo janë kthyer në akademi për gjithë pjesën e njerëzve që shkojnë për të bërë trajime. Sa efektive e suksesshme është si metodë dhe si origjinë folikule? Metoda klasike, apo jo? Në atë zonë, folikulet e marrë... Ka rezultat. Nuk ka rezultat. Nuk ka rezultat. Është, më thëmë, mund të ketë një rezultat, po them 10-20%, po nuk përse është... E fundit, përpara se të përshëndetemi, mua më ka ardhur shumë në ndihmë, se unë jam në kërkim të shkakut. Jo të zgjidhjes, të shkakut për momentin. Kam kopë. Tani ke periudhën më të mirë për ta bërë pjesën e transplantit, se është periudhë dimri. Periudhë dimri, në pjesën e verës nuk duhet të shkosh në det për gati 20 ditë, nuk duhet të futesh në ujë, kështu që... Gerald, po ju shpreja flokët dhe mend në një vend nuk rrinë, sa vërtet është nga ekspertiza, nga puna. Së është fare vërtet. E kam. Okej. Gerald, faleminderit shumë për gjithë informacionin. Vërtet ke ndihmuar shumë këdo që ka patur disa pikë pyetje aty jashtë. Është kënaqësi gjithmonë të kemi në studio. Ndërkohë publiku i themi do të çemi vetëm pas pak sepse sapo e zgjidhëm edhe problematikën e Sirianit.